Në fakt, si Besjan, shpresoj që shkojmë me qatë parën. Pra, ku partitë politike shtyhen kryesisht me dy shtylla. Thu, ky është programi jem, o qytetarët Kosovës, ma besoni qeverisjen e ashme, sepse ky është programi jem, këto janë projektet e mija që du me i realizu, me u angazhu, me i realizu në 4 vjetë e ashme, dhe ky është ekipi im me cilin i realizoj këto projekte në 4 vjetë e ashme. Po shpresoj që do t'jemi atje. Tuke qenë politikan këto 5-6 vjetë e fundit, shumë rrallë kemi pas qasjet të tillë e gjithë skena politike. Pra ma shumë kemi përfundu në ti e fajtor, jo ti e fajtor, se sa na e kemi programin më të mirë, se sa jo, fatkeqësisht. Po shpresoj që si vjetë do të kemi një takt krejtë ndryshe. Këto zgjedhje e më rëndësishme se edhe në fushat, edhe pas 7 qershorit në legislaturën e ashme, po shpresoj që do të kemi prezident, sepse po s'patëm prezident, s'ke as qeveria. Zgjedhje, prapë. Prapë, zgjedhje, po shpresoj që s'ka më zgjedhje, dhe në 4 vjetë e ashme, qeveria e ashme do të flasë për projekte, e jo prapë, si shka bërë Albin Kurti në këto 6 vjetë, krejtë qeverisja i ka shku me pak punë me shumë gishtë. Juve për ju Lip Vučići, unë s'po me ponu shiri juve, ma keni lanë Kosovën shumë keq, unë s'po mëj, se ju. Po shpresoj që qeveria e ashme, duket këtë ndryshe dhe... Dhune, po respektoj s'to që po shpreson. Tash, nëse është me ju referu shenjeve të pora, indicjeve të pora, ishareteve të pora, qëto që a dëgjova Vjosa Osmanin, ata kanë propagandë, ata jënë të këqit, ndajnë atë mirë, ata na kanë po shirin, kanë lypë qiro për bënd stilës dijas vetë shka, edhe posh Albin Kurtin, dorën zemër Albinin e kom po dhe ma herët, së është që më darisi. Kështu që që ajem ka e shë është drejtim gisht, është spoku prej fjalimeve hyrëse, edhe diçka tjetër që është ka projektuat në media, e se di, a mërin mu realizu, është që jënë ka tentojnë mi projektu zgjedhjet si një farë dueli i madh virtual, nërmet Vjosës edhe Albinit edhe me qëllim, jënë ka i thëmë nemna pëmënejt përveçëm edhe nemna të parë, për shkak që po duke që tentimi është, nuk e di, a e keni menu që to kushdo që e ka hartu strategjinë e zgjedhjeve, po e shoh që ka shumë në media që jënë ka shkojnë bashkë qështu. Reali, nuk besoj që është e mendu me kështu, pra nuk është nejfar kështu, nejfar dizajnë, nejfar projekte që... Po s'ka qenë freestyle i do analistave? Jo, po më du me thonë që nështë anë natyrë shumë përfundan aty. Pra në momentet caktume e ke një garë ma theksume në mes të 2 partive politike, ose hajde po i them prap, 2 partive politike rreth një teme qëndrore, pra, ku di une, mere cilën do teme, dhe thu, okej, kjo është tema kryesore që do të përballet me cilën përballet qeveria e ardhshme dhe kjo është tema kryesore që thehemi në gjithë fushatën. Ndoshta është e natyrshme, nuk e di, mbetet të shihet, që ndoshta është e natyrshme që përfundojmë në një garë më të theksuar në mes të, si shte edhe ti Vjosës edhe Albinit. Gjënë 2 politikantë ma të suksesshëm gjeneratës vetë. Po pra, në rregull është ajo. Po pra, pandaj edhe po them, ndoshta që si 2 figurat qëndrore të politikës kosovare momentale, në këto rrethana në këtë periudhë, edhe përfundojnë do e bë garën më të nxehtë këto 2 figura, cili ka vizionin, programin, ekipin më të mirë për të ardhmen e Kosovës. Tash, fund ditës edhe ata 2 janë politikanë, ndoshta fjalimet e para janë më shumë, pra kjo që thatë edhe ju, janë më politike, për të bërë dhe të qartë vijat ndarse për 4 javët e ardhshme, për të tregu edhe elektoratit vetë, po dhe ati elektoratit që thatë ju që nuk është militant i cilës do parti